feministët janë ato femra që s'kan pas kontroll në jetën e tyre përpara. Edhe kanë arrit një fazë tani sa nuk do dikush me I marr për grush, për shtëpi, mu martu me to. Edhe ç'a bojnë tash këto? Këto rebellohen edhe kthehen në mënyrë dhe mundohen me mush me vojës tane edhe grus tane. Mundohen me mush menjen që e kthejnë si gjasma na jena primitiv. Na meshkujt jena primitiv si dërojmë gjasma femnat që kanë shumë eksperjenca. Kupton? Këto mundohen tash me hedh fajin dikujt tjetër. Edhe mundohen me normalizu budallikun. Tash këto shkojnë me një farfazë tash sa këto ngelin vetëm, se zakonisht feministët janë këto femna që s'kan burr në shtëpi. Nuk kanë të martuar, janë dame, ose kanë pas dikur një lidhje tani janë dame. Zakonisht, mos thamë 100%, që mos e egzagjeroj, po 98% në vend femës janë të ndame, edhe mundohen me rebelu, se nuk e shkon tash, domethënë që janë të ndame dhe kanë edhe një farë pozicioni dikon, domethënë e marrin një rrogë dikon. Edhe se një feministe kur nuk do shikosh një feministe ti që është e vojzë e thjeshtë. Nuk do ta shikosh një feministe e vojzë e thjeshtë ditë adversoj. Tani ç'a bën këto mundohen me normalizu ignorancën e tij, mundohen me normalizu duke ja hedh thonë jetë të lira vajza, jetë të lira. Tash këto shkojnë me një farfazë se as i burr si merr këto. Këto as për çef si merr, se këtu as burrat nuk shkojnë me të kravat. Kush e don? Një femër që këto që dolin në televizor, këto që janë motem, s'do mirë për me emrin. Kush e don të? Këto s'kan as kush me kravat me to. E ç'a bojnë tani morin lodra plastike, sikur thonë to. E kupton? Thot kënaqni veten, thot të duheni veten. Ja ku ka mentalitetin si jash me dash veten, me marr lodra plastike, thot me lut. Lodra seksuale me lut. E kuptoni mesazhin, ç'a mesazh mundon të kalojnë? E kuptoni? E kupton ku e çon se gjasmë me dash veten as kur ti merr lodra plastike. E kuptoni tash kush është mentaliteti? Këto janë me një fazë dëshpërimi tash këto, sa nuk I don kërkush. Edhe vetëm mënyra është për që të kënaqen, to është vetëm që të marrin këto lodra. E kupton? Edhe mundon tash me bë grotuja mi kthy grotuja, për me bin grotuja se me bë edhe ti të njëjtën gjë. Tash ju si femna, si dëgjoni këto sane, ju gjithmonë dëgjoni ato njerëz se keni qef me çancë ajo. Nëse ju doni me çancë këto feministët që ju këshillojnë me marr lodra, e me çan ndame, e kur shkoni me një farfazë 45 vjeçore, 50 vjeçore që ju jeni, domethënë të bënim depresion. Edhe të keni të shkoni në shtëpi tuaj, të keni vetëm një çan vogël, keni një çan atje që e puthim